Ka qenë ngjashme shasi me Gallardën, është monokok alumini edhe me pjesë panele karboni. Më e bukur se Gallardo për mendimin tim. Ka hapësirë, nuk është keq për futi valizhet vogël në çantë shpinën në gjë e fut. Pastaj pjesën tjetër mbrapa sedileve, se s'ka më bagazh kjo. Tani të shohim interiorin. Shumë e ulët, shumë. Te pjesën këtu ka të bukur. Kjo është me carbon bucket seats, recaro. Nuk ka ato elektriket e standardes, të kanë qenë opsionale. Më pak pesh, do të thonë më e lehtë. Timoni RS me plus minusat. Kroskoti tipik i Audit e aty në vite, për kjo ka këtë fontin, këtë pjesën mrapa ka gry pak më ndryshe. Maji i Audit që ka pas, dizajni ka pak më ndryshe më të veçantë. 8 marshit e ka një lloj 100 manuale, por kjo është automatike, por në këtë rast është S-tronic, jo R-tronic. Nuk është single clutch, është dual clutch, është më e mirë. Më e shpejtë, më pak problematike. Frenat e dorës, siç duhet i ketë, jo elektronike, i ka tamam manuale. Shumë kabine e vogël, po e bukur, ke pamje, edhe mrapa shef dhe xhami mrapa. Këtu ka një hapësirë për të vënë gjë, sendilet bucket seats recaro, siç e tham.